Familja është e ardhmja e një kombi. Ajo është qeliza e shoqërisë. Sa më shëndosh të jetë familja, aq më e ndritur do të jetë edhe e ardhmja e kombit tonë. Të nderuar besimtar, të mos mungojë vëmendja jonë në këtë ditë gëzimin ndaj stresave të nevojë, asaj pjesë të shoqërisë që kanë më shumti se kur nevojë për mbështetjen tonë. E lutim Zotin Allahun Azza wa Jalla që të mëshirojë të afërmit tanë për besimtarët që kanë ndëruar jetë. O Allah, shëroj të shëmurat tanë. O Allah, na jep begati e mirësi në familjen tonë. Fëmijët tanë na i bëj të hajër. O rrëtuar si zemrave, forcoj zemrat tona në fenë tanë. Mbushi zemrat me besim. Udhëzona ne, familjet tona, shoqërinë tonë. O Allah, ti je dhuruesi i dashurisë. Furnizoj zemrat tona me dashuri e mëshirë. Pastroj zemrat tona nga urrejtja, nga smira, nga xhelozia, armiqësia. Zoti që e krijoi, ai që ta dha jetën, çdo gjë që shohim në shikimin tonë, vetë shikimi ynë, na ka falur Zoti i Madh. Në çdo gjë që ne shohim që nga dielli, që nga hëna, që nga gjithë planetet. Uji, atmosfera, stratosfera, toka, oqeanet, letra, lumej, të gjitha këto Zoti ka krijuar në madhështinë e Tij dhe gjitha këto i ka krijuar dhe i ka nënstruar që të shërbejnë njeriu dhe ai kërkon nga ne që vetëm ta adhurojmë atë, që të shkojmë në shtetin e Tij. Dhe kjo është madhështi për njeriu. Dhe kur njeriu është robi i Zotit, nuk është robi asnjë tjetër. Dhe ai njeriu që nuk është robi i Zotit, është robi i çdo gjëje tjetër. Është robi i paras, është robi i famës, është robi i haramit, i pislokut, është robi i femës. Njeriu mendon po të ketë pasuri, do të jetë i lumtur pa herë. Po të ketë mirë fëmijë, do ta ketë mirë punën në punë, në shoqëri, nëse ai ka mirë biznes, nëse ai ka mirë punë. Po jo nuk është kjo. Pasuria pas Zotit e Madh është njeriu të vijë rehatin e brendshëm. Dhe në besoni të gjithë ata që vërpojnë pas pasurisë, pas pushtetit, pas kamës, pas luksit, për një arsye e bëndita. Përfitosh nga bukuritë e përjetshme, jo nga bukuritë e kësaj bote të përkohshme. Por kushtësimi të dashamirësit tek paradisi afër, prandaj të gëzojmë familjarisht sot dhe nga më të gëzuar fitër bajamin, Allahu e paspranuar çdo punë të mirë dhe Allahu dërf mirësi mbi gjithë ju dhe Allahu me mëshirën e Tij, siç jemi sot në këtë xhami të shtëpisë Zotit, na vendos në xhenetin e Tij Firdeus. Amin. Dhe në përsekutuam hoxhallar, sepse vetëm besonin Zotin, sepse sot qeverit duan njerëz